dhe një pasnjëshme zgjedhore. Kështu që duke parë këtë fakt dhe duke besuar, e duke qenë se sot është data 2 korrik, dhe duke kujtuar 2 korrikun e 90-s, i cili gjithashtu është pjesë e shpirtit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë uroj që pikërisht Lidhja Demokratike e Kosovës se ata zonja dhe zotëri, që janë 10 që me votuar bashkë me 7 kryetarët e komunave, do dinë që të gjejnë mënyrën e dur për të harmonizuar shumë çka që nuk shkon mirë, pasi në fund të ditës LDK-ja është shtylla kurrizore e shtetit të Kosovës. Mund të jemi pro apo kundër saj, mund të jemi për shumë aspekte mund ndahemi me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ose mund të jemi, por shtylla kurrizore e Republikës Kosovës. Dhe kur shtylla kurrizore nuk është mirë dhe shteti nuk është mirë. Dhe në fakt, kur LDK-ja ka pasur momentet luajshme dhe Kosova në tërësinë e vet nuk ka qenë mirë. Dhe Kosova në fakt nuk është mirë fatkeqësisht përtej momenteve pozitive, zvarritja e institucioneve, siç e tham, projekti gazit amerikan nga njëra anë që mungon. Mos harrojmë që dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara është i kufizuar, është i pezulluar. Mos harrojmë një fakt tjetër që stërvitja defense u anullua nga ana e Shtetet e Bashkuara. Dhe apelet e një pasnjëshme që kanë qenë nga përfaqësia diplomatike e Shtetet e Bashkuara në Prishtinë, përkatësisht për shumë veprime të caktuara të cilat nuk kanë qenë në koherencë në frymë me aleatët, mendoj që këto janë problemet e vërteta të Kosovës, dhe për këto probleme të vërteta të Kosovës duhet flitet nga LDK-ja dhe nga çdo faktor politik, dhe mendoj që dhe vëmendja e qytetarit duhet jetë dishtuar dhe duhet jetë përqendruar pikërisht te këto dhe jo te zhurma e inxhinieruar rreth Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mendoj që ata zhvillimet brendshme në fund ditës LDK-s, LDK-ja do jetë në procesin e ardhshëm zgjedhor, mendoj do dalë para publikut, do jetë publiku ai që do gjykojë, por në fund ditës është një proces i brendshëm zgjedhor i cili nuk e dëmton Kosovën drejt për drejt. Kosova dëmtohet drejt për drejt nga mungesa e projektit gazit amerikan, dëmtohet drejt për drejt nga pezullimi i dialogut strategjik, penalizohet drejt për drejt, siç e thash, nga anullimi i stërvitjes, penalizohet drejt për drejt nga mungesa e institucioneve. Nga mungesa e njohjeve të reja, penalizohet drejt për drejt nga mungesa në antarësimin në organizatat ndërkombëtare. Që këto janë problemet e vërteta që duhet të rrihet, për sa i takon